ju uroj gëzuar ditën e verës, festën më të lashtë të jo vetëm shqiptarëve që është e vërteta, por dhe të kombeve tjera, një ditë që ngjall shpresë, frymëzon ripërtritje, një ditë pra gëzimi. Dhe sot këtë festë shqiptarët e festojnë më të bindur se kur, se festën tjetër të keqen i Alan Dimrit dhe Rama me Lubin të ardhme nuk kanë më. Kjo është dita e fundit e verës që ata i gjën me karrigët thyrë ashtu siç janë. Nuk e meritoj. Ndaj dhe leturojmë që ditën e ardhshme të verës, qytetarët e Elbasanit dhe të mbarë Shqipërisë ta festojnë, siç ja u don zemra, ta festojnë me dyrë të hapura drejt ardhmes dhe drejt Europës. Është e trisht dhe dhimbshme se në 34 vite kjo është dita e parë e verës në të cilën dyrët e Europës u mbyllën për shqiptarët për shkak të veprimeve të pa shembullta në historinë e këtij e vendeve që shkojnë drejt integrimit nga dyshja Rama-Balluku, Balluku-Rama.